Dhe për gjitha zhvillimet që vinë nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hag do të diskutojnë në këto momente, me mua në një komunikim të drejt për drejt do t'jetë zoti Adri Nurellari. Ju përshëndet zoti Nurellari, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Jemi së bashku në këto ditë dhe orë intensive për Kosovën, megjithatë vëmendja kryesore ka qenë pikërisht tek procesi gjyqësor që vijon në Hag. Sot janë përmbyllur seancat e mbrojtjes. Si keni parë këto zhvillime intensive përgjatë këtyre ditëve mes mbrojtjes dhe pretencës së prokurorisë? Procesia e prokurorisë ishte një kurorëzim i mirëfillt i hipokrizisë së gjykatës në përgjithësi, por edhe procesin në veçanti, sepse për një kohë gjatë është pretenduar se gjykata kishte prova të veçanta të reja, burime të reja, dëshmi të reja, fakte të reja për përgjegjësi individuale dhe pam që në pretencën e prokurorisë të bëhet një akuzë kolektive në blok, ku të gjithë akuzohen me 40 dhe pretendohet se duhet dënuar me 45 vjet, akuzohen për të njëjtën çështje, dhe ajo ka të bëjë me atë që quhet pretendohet nga prokuroria si sipërmarrje për baza kriminale. Pra, pavarësisht se për një kohë gjatë u tha që kjo nuk ka të bëjë me UÇK-n, me luftën çlirimtare, por me emrat e përveçëm, aty shikojmë që këtu është pikërisht në akuzë Ushtria Çlirimtare e Kosovës, rezistenca e armatosur e popullit shqiptar në Kosovë kundër kolonizatorëve serb, të cilët ishin duke kryer gjenocid. Pra në atë aspekt e kemi një lloj, si thosh, kulminim të hipokrizisë edhe padyshim edhe paaftësisë së gjykatës për të mirëfilli për të pranuar ose për mbajtur standarde më të larta të drejtësisë që duhet ketë, edhe është edhe një dëshmi për tendenca të qarta politike që lën shije shumë të hidhur, sepse kur kjo gjykatë është pranuar në Kosovë, është hamendësuar dhe është pritur që gjykatë, ky proces ishte në standardet më të larta evropiane, e tani po shohim që procesi shkel disa prej neneve kryesore të Konvencisë Evropiane të Drejtave të Njerëzit. E prisnit zoti Nurellari që do të shkonte në këtë pikë i gjithë ky proces? Jo, absolutisht jo, dhe unë dhe shumë të tjerë që kemi ndjekur nga afër jemi shumë të indinjuar. Një proces i tillë nuk do të kishte ndodhur në Evropë, mbase mund të kishte ndodhur në Bielorusi ose Rusi, por kurse si në një vend të Evropës perëndimore, ku hamendsohet që ruhen dhe respektohen të drejtat e individëve, e të pandehurve dhe garantohet një proces i paanshëm dhe i ndershëm. Pra, me të vërtetë lë një shije të hidhur, mendoj që mënyra se si ky proces është zhvilluar lëndon jo vetëm popullin ton, por edhe vetë standardet e drejtësisë edhe është një njohur për Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një arsye pse u bëhet kjo protestë, jo vetëm për të mobilizuar tërhequr vëmendje. Nesër në orën 14 për ta sjellë në fakt në vëmendje edhe të shikuesve në këto momente, po. Pikërisht, por edhe për të ngritur zërin para Bashkimit Evropian, para institucioneve ndërkombëtare, për të vënë në dukje që ky proces nuk bën asnjë krenar, përkundërzi është një njollë që vën pikpyetje edhe besueshmërinë e Shtetit Bashkuar e Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës që kanë qenë mbështetëse, edhe në veçantë BE-s që është edhe financuese dhe bashkëpronare në një farë mënyre bashkë me Kosovën të këtij eksperimenti juridik që janë dhomat e specializuara. Pra, qëllimi kryesor është që të kthehet vëmendja, sepse ajo që ka ndodhur është se kjo gjykatë, ky institucion, duke qenë se i ka munguar për kohë gjatë supervizimit demokratik, pra transparenca dhe llogaridhënia para Parlamentit të Kosovës dhe Parlamentit Evropian, po vepron si një institucion autonom, burokratik, si një korporat që përpiqet të mbijetojë, të justifikojë ekzistencën e vet, ta zgjasë ekzistencën e vet, dhe mënyra e sforcuar e akuzës duket qartësi si një përpjekje për ta justifikuar një ekzistencë e saj, për të motivuar ose për të përdorur, si thua, pretendime për që ata të justifikojnë edhe të motivojnë ekzistencën si një institucion drejtësie. Duke arritur deri aty, sa duke thënë që dëshmitarët ndërkombëtar kanë qenë të manipuluar. Po jo, nuk kaq, ata thanë që gjatë luftës
presidenti Thaçi ja kishte dalë që të manipulonte opinionin publik ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aleatë të tjerë, të cilët bën edhe luftën çlimtare bashkë me ne, krah për krah, u bashkuan në luftë çlimtare. Pa është qesharake se si lideri i një guerile që ishte në kushtet e mbijetesës, që luftonte në një luftë shumë të pabarabartë, si Davidi kundër Goliathit, hamencohet që të kishte aq autoritet, aq shumë lobim, aq shumë ndikim, sa të deformonte dhe të thellësinë e mendimit të politik, geopolitik pra të Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian, që është vërtet qesharake, foshnjërake, po thosha, sepse gjithë e dinë që konflikti në Kosovë ka qenë një ndër më të televizionuarit dhe lufta ka qenë shumë e monitoruar, edhe ka qenë një luftë e pastër dhe dinjitoze, dhe aq ka qenë e tillë fisnike sa ka bërë për vete edhe vendet e zhvilluara demokratike perëndimore, të cilat na u bashkuan në solidaritet edhe në procesin e shërimit, shtendërtimit. Zotin Urellari, çfarë prisni ju nga ky proces, duke patur patjetër në fokus faktin se procesi qartësisht ka qenë i njëanshëm, në lojë nuk është vetëm fati individual i 4 ish-krerëve të UÇK-s, por patjetër dhe historia e Kosovës. Gjykata ka 3 muaj kohë për të marrë një vendim, megjithatë në kuadër të këtyre ditëve përballjesh. Keni një opinion se si do të shkojë kjo çështje? Padyshim që dëshira, vullneti, shpresa ime është që ky ishte një epilog i këtij procesi të stërzgjatur edhe të zvaritur, dhe shpresoj që trupi gjykues të ketë një grimc të vogël integriteti dhe profesionalizmi që të hedhë poshtë disa pretendime që, siç e thamë më herët, ishin në vërtetë qesharake. Dhe po ashtu për treguar që kjo nuk është vetëm çështje e atyre emrave të përveçëm, por është pjesë dhe nuk është vetëm pjesë e kapitullit të ndritur të popullit shqiptar në Kosovë, pra napërket gjithëve si kom, por dhe nuk është më as vetëm çështje e drejtësisë së Kosovës, meqenëse ato do ma hibrid të thirrën në emër të Kosovës, por është edhe një çështje që ka të bëjë me reputacionin dhe kredibilitetin pra të Bashkimit Evropian në arenë ndërkombëtare. Por është edhe një element tjetër shumë i rëndësishëm që do të them duke, sepse në qoftë se kjo trajtohet në të mënyrë se si është trajtuar pra një drejtësi në retrospektiv të një qendrese të armatosur, të një populli për mbijetesë që luftoi për liri e pavarësi, kjo shkon-ndesh edhe me parimet më themelore të së drejtës ndërkombëtare, të cilat e kanë në qendër vëmendjes së saj dhe që është një në normat kryesore, është pikërisht kjo drejta e popullit për vetëvendosje. Është në kartën e OKB-s, është neni 1 në 2 paktet ndërkombëtare të vitit 1966, dhe po ashtu konteksti i dekolonizimit është drejtë e sankcionuar nga rezultati 1514 në asamblenë e OKB-s, e cila e njeh legitimitetin e popujve kundër sundimit kolonial. Dhe në këtë kuadër, ndjeka penale e udhëheqësve të një lidhje shkrimtare, pa adresuar, pa trajtuar në mënyrë simetrike strukturën shtetërore që ushtroi sundimin, apartheidin shumë dekada, diskriminimin, pastrimin etik, represionin, gjenocidin, ajo bie ndesh me logjikën më themelore të së drejtës ndërkombëtare, që është dekolonizimi. Pra, rezistencë armatosur duhet dhe mundet të konsiderohet e kuptueshme pa kontekstin historik. Dhe kontekstin e sundimit të represiv të Kosovës nga Serbia, konflikti nuk është çështje rendi penal të brendshëm, por një situatë e vetëvendosjes së penguar. Dhe problemi thelbësor këtu është që nëse ky kontekst lihet jashtë edhe ose vazhdohet me këtë logjikë të ndëshkimit të liderëve të guerilës së lëvizjes shërimtare, atëherë faktikisht kemi një barazim midis xhelat e viktimës, kemi një shkelje të drejtës së popujve për dekolonizim, kemi shkeljen e retrospektiv të shumë lëvizjeve shërimtare që kanë prodhuar me 10 shtete në OKB, sepse popujt kanë të drejtë sipas OKB-s, pra dhe drejtat ndërkombëtare, të drejtën e tyre të shirohen nga sundimi, dhe ai që po shohim sot neve që kolonizatori po shpërtohet e po shpërblehet dhe po relativizohet
dhe i kolonizuari që është ngritur për liri po akuzohet. Dhe kjo është një njollë e madhe, pra sikurse i radhita, pra kjo nuk është çështje e këtyre emrat, e vetëm këtyre emrat përveçëm, emrat të nderuar që kanë pasur kontribut të jashtëzakonshëm edhe të pa krahasueshëm, nuk është vetëm çështje e popullit shqiptar dhe njohës civil popullit shqiptar, as vetëm e njohës civil Bashkimit Evropian dhe institucioneve evropiane të drejtësisë, të cilat me këtë lloj procesi faktikisht vijnë në pikpyetje moralisht, por është një çështje më e madhe, sepse në fundit Ushtria Çlirimtare e Kosovës ishte një ndër lëvizjet çlirimtare më të suksesshme, më të lavdishme, më fisnike dhe dënimi i saj, njollosja e saj është një analogji, është një paralelizëm që prek shumë popuj të tjerë, të cilët kanë qenë për kohë të gjatë në sundimin e kolonive dhe nëpërmjet luftës çlirimtare janë çliruar. Pra kjo është, do të them, këshillkthesë historike parimore që ka reperkusione pasoje universale. Unë falenderoj shumë zotërin Redari. Faleminderit që ishit me ne në këtë komunikim të drejtë. Faleminderit edhe për këtë rasti që të ftoj të gjithë ata që janë të indinjuar, të revoltuar për këtë njollë që po i vihet kombit shqiptar, për këtë përpjekje për të relativizuar, rishkruar historinë, për ta manipuluar atë, që të marrin pjesë nesër në protestën e orës 14 në Prishtinë si një dëshmi dhe një demonstrim se që populli shqiptar nuk rrit duar kryq përballë përpjekjeve për ta njollosur. Faleminderit dhe suksese nesër. Faleminderit. Ne ndalemi tani me një shkëputje, rikthehemi pas pak.